Could I have a quick chat with you, Mr. Metra, please? Autoritetet britanike kanë ekstraduar në Shqipëri Avni Metrën, 53 vjeçarin nga Burreli që thuajse prej 2 dekadash i kishte shpëtuar arrestimit. Një investigim i gazetarëve të Daily Mail vitin e shkuar vuri në lëvizje policin vendase, e cila e prangosi shqiptarin e shpallur në kërkim ndërkombëtar për vrasje të 2 fisht. Have you ever killed anyone? Never. Never? Never. Because that's an important question, isn't it? Have you ever killed anyone? Metra prej 18 vitesh jetonte i pashqetësuar në Britaninë e Madhe, ndonse në Shqipëri ishte dënuar që prej vitit 2001 me 25 vjet burg nga gjykata e Tiranës. Ai akuzohet për vrasjen e 2 vëllezërve. Gazetarët e Daily Mail e zbuluan atë dhe e intervistuan në shtëpi, ndonse policia nuk e kishte idenë se ku ndodhej shqiptari, edhe pse ishte në listën e të kërkuarve nga Interpoli. But you are Mr. Metra. The police have confirmed it as well. So, I mean, everyone's saying it's you. Aso koha ai kishte deklaruar se nuk ishte vrasës dhe se nuk do të largohej nga Anglia. Guilty in my country, in my Kosova, in my... Tashmë Metra është ekstraduar pas bashkëpunimit të Interpol Tiranës me Interpol Manchester. Ai jetonte në Britani me identitet të rrem dhe kishte pasaportë angleze me emrin Avdul Mekra, lindur në Gjakov. You're clean.